Horoskopi e premte 20 shkurt. Dashi. Bëj çmos të punosh me personin që nuk të pëlqen më shumë. Me shumë mundësi ky person nuk të pëlqen për shkak të qëndrimit të tij ose të saj jashtëzakonisht arrogant. Lërimin janë ndryshimet në personalitete dhe do të kesh një shpërblim të jashtëzakonshëm. Demi. Beso se je në vendin e duhur në kohën e duhur. Energjia është emocionuese dhe ngritëse dhe me siguri mund ta gjesh vendin tënd në emocionin që të rrethon. Mos u lër pas ndërsa të tjerët hipi në trenin që shkon drejt lavdis. Binjakët. Kjo ditë sjell një sasi të jashtëzakonshme fuqie dhe mundësish në pragun tuaj. Zgjohuni herët dhe filloni menjëherë punën. Idetë dhe njerëzit që do të hasnin në rrugën tuaj do të jenë burime të paçmuara. Bani një fletore afër në çdo kohë. Suksesi është afër. Gaforia. Do të duhet të përshtatësh qëndrimin dhe mënyrën tënde të menduarit nëse dëshiron të përqafosh mundësitë fantastike që ke në dispozicion tani. Zgjerohu dhe shiko përpara me besim në vend që të mbrosh me egërsi mundësinë vetme që ke në dorë. Luani. Mënyra juaj e të folurit shpejt mund t'ju çojë nëpër çdo derë që dëshironi të hyni sot. Njerëz të tjerë kanë ide të mrekullueshme përreth jush dhe ju keni aftësi t'ua përhapni këto ide njerëzve dhe t'i bëni ato efektive. Të tjerët duan që ju të jeni pjesë e tyre. Virgjëresha. Njerëzit e tjerë mund të jenë shumë të frikësuar për ju sot. Si rezultat, mund të jetë e vështirë për ju të ngriheni dhe të thoni ato që besoni. Mos harroni se zëri juaj është koha që i rëndësishëm sa zëri personit tjetër. Nuk është koha për t'u tërhequr në sfond. Peshorja. Fati mirë është në majtë të gishtave tuaj, përqafoni të gjitha mundësitë e mrekullueshme që janë në dispozicionin tuaj tani. Nuk është koha për të ndenjur ulur duke ndjerë keqardhje për veten. Prosperiteti mund të jetë i juaj. Akrepi. Merrni një qëndrim optimist ndaj punës që po bëni. Kur ta bëni këtë, do të zbuloni se një mbështetje jashtëzakonshme vjen natyrshëm në rrugën tuaj. Nëse jeni duke kërkuar një punë të re, sigurohuni që t'ua shfaqni anën tuaj optimiste dhe të gëzueshme punëdhënësve të mundshëm. Shigjetari. Një zjarr i madh po ndizet dhe energjia juaj po ndihmon ta nxjisë atë për të mirë apo për të keq. Sigurohuni që besoni në atë që po bëni sepse do të zhyteni edhe më thellë me kalimin e kohës. Mbi të gjitha, qëndroni besnik ndaj vetes. Britsjapi. Një ndryshim i madh është afër. Përpjekja për të rezistuar këtij ndryshimi vetëm sa do të bëjë punën tuaj më të vështirë për ju dhe njerëzit përreth jush. Hipni në vagonin e mendimeve të reja dhe ideve të përparuara, por ndryshe mund të jeni në një pozicion shumë të vështirë më vonë. Ujori. Kjo është një kohë jashtëzakonisht e favorshme për ju, një kohë në të cilën mund të bëni përparime të mëdha në çfarëdo lloj pune. Ju keni mjetet që ju nevojiten për të bërë përparim të madh. Në një ditë si sot, madje keni edhe motivimin për t'i përdorur ato. Peshqit. Në fillim mund të mos jesh i impresionuar nga idetë e rrezikshme të dikujt. Megjithatë, pas një shqyrtimi më të afërt, do të shohësh se këto ide janë shumë të shëndosha nga sa mendove në fillim. Shkurt. Mos refuzo asgjë pa bërë më parë një shqyrtim të plotë.